Të dashur qytetarë të Kërçovës, kam menduar prej kohësh nëse mund që drejtohem juve, edhe pse e mbështes fuqishëm bashkëshortin tim në këtë zgjedhje lokale. Për që të bëhet kryetari komunës së Kërçovës. Por sot vendosa që duhet që drejtohem sepse kam një detyrim si nën, si grua, si shqiptare, e cila gjithashtu kam një detyrim ndaj fëmijëve të mi, por gjithashtu edhe ndaj fëmijëve tuaj. Të dashur qytetarë të Kërçovës, edhe ju keni detyrim që në këtë zgjedhje së bashku ta mposhtim papunësinë me punë, immoralitetin me moral, krimin me punë të ndershme. Por ne, edhe për fëmijët tanë, kemi edhe një detyrim moral. Prandaj, ju bëj thirrje që në këtë zgjedhje lokale të dalim dhe të votojmë numrin 9, në mënyrë që të krijojmë vende të reja pune, të kemi shërbime më të mira administrative për të mbajtur fëmijët tanë këtu në Kërçovë. Me respekt, Lindita.